Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në bypassin e Vlorës në aksin Orikun-Vlorë. Sipas informacioneve paraprake, një automjet tip Volkswagen, i drejtuar nga shtetasi me inicialet VG, ka përplasur një tufë bagëtish të imta, të cilat po kalonin rrugën. Si pasojë e përplasjes, kanë ngordhur rreth 10 bagëti, ndërsa është dëmtuar edhe çobani, shtetasi me inicialet AD rreth 35 vjeç, i cili ndodhej në fund të tufës në momentin e aksidentit. Nga forca e përplasjes, ai është transportuar menjëherë me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve, ndërkohë drejtuesi i mjetit i është nënshtruar testit të alkoolit, duke rezultuar se nuk kishte konsumuar alkool. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Ndërkohë, në Selenicë të Vlorës, një automjet është shkrumbuar nga flakët, dyshohet për shkak të një shkëndije elektrike. Automjeti tip Benz është përfshirë nga flakët, duke u djegur plotësisht. Sipas informacioneve paraprake, dyshimet e para lidhen me një shkëndije elektrike e cila mund të ketë shkaktuar zjarrin. Fatmirësisht policia nuk raporton persona të lënduar, ndërsa në vendngjarje kanë bërritur shërbimet përkatëse për të bërë të mundur shuarjen e flakëve, si dhe për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.